Ju përshëndes të nderuar miq, mirë se erdhët në Sport Focus, takojmë si çdo pasditë së bashku për të folur për sportin. Do ndalemi të kombëtarja pasi më 26 mars e pret një sfidë shumë e rëndësishme, siç e kemi thënë, me Poloninë e vlefshme për play-offin e botërorit. Është një sfidë e cila luhet pra në fushën e ekipit kundërshtar, një sfidë tek edhe më pas, nëse fitojmë do na duhet përballemi me fituesin e çiftit Ukrainë-Suedi. Për të biseduar më gjërësisht sa i përket ekipit kombëtar, ndoshta lojtarët cilët mund grumbullohen, ata cilët janë të dëmtuar dhe mundësisë për të shkuar drejt botërorit, lidhem drejt për së drejti me gazetarin Jorgis Memo. Përshëndetje dhe shumë faleminderit për kohën tuaj. Përshëndetje, kënaqësi. Jorgis, flasim për kombëtarin gjithmonë është bukur, por jemi në një fazë ku gjërat duken disi edhe pak më konfuze, akoma më të paqarta, me disa lojtarë të cilët edhe po aktivizohen edhe jo në ekipet e tyre respektive, edhe me dëmtime, po ashtu që nuk kanë munguar themi në minutën e fundit. A jemi optimist, apo jo, si po e ndjek dhe si po e përcjell situatën e skuadrës, duke pasur parasysh ato të cilët aktivizohen si titullar? Atëherë, natyrisht jemi para një ndeshje, domethënë që sikur më parë, domethënë për herë të parë jemi dy shkallë, domethënë afër botërorit, do të luajmë një ndeshje gjysmëfinale, pastaj një finale. Nuk kemi qenë kur kështu, pavarësisht se nostalgjikët ndoshta mund të përmendin ato vitet 84, 86 ku kanë bërë historinë dhe pikërisht kanë qenë ndeshje me Poloninë për koincidencë. Mendoj që ajo që na shqetëson në këto momente është dëmtimi i Manet dhe së fundi nga informacionet që kam edhe Daku nuk do të jetë pjesë e këtij grumbullimi më të rëndësishmit. Gjithnjë kemi diskutuar për pjesën e sulmit, por këtë herë jemi pa dy qendërsulmues. Gjithsesi nuk mund të themi që nuk mund ta bëjmë kaq dramatike. Kombëtarja, prandaj është kombëtare, ka alternativa të tjera, duhet marrë nga stafi teknik, domethënë nuk mund të fokusohet tek ata që mungojnë, do fokusohet tek ata që ka të gatshëm. Besoj si zgjidhje opsionale, kë mendon pak a shumë, çfarë ke parë ndoshta që janë edhe të aktivizuar dhe janë në formë në vend të Manajt dhe Dakut? Zakonisht Silvino ka grumbulluar lojtarë që mund të përshtaten në atë pozicion. Kemi Brojën që kthehet nga dëmtimi, kemi Uzunin, kemi Muçin, kemi Tucin. Nuk është se na mungojnë sulmuesit dhe ne mund të futemi në pesimizëm pse mungon Manaj dhe Daku. Sigurisht që duhet ta theksojmë që janë dy mungesa shumë të rëndësishme, aq më tepër për fatin tonë të keq në të njëjtin pozicion. Vetë për një sulmues që na ka çuar deri në këtë pikë si Manaj, ka bërë gola shumë të rëndësishëm. Por gjithsesi nuk mund të qajmë atë që po ikën, po duhet të kombëtarja normalisht sapo të fillojë grumbullimi, ka pak ditë dispozicion dhe kjo është ajo disfavori i trajnerit në këto momente. Duhet të menaxhojë në mënyrë perfekte një grup futbollistësh në pak ditë. Ndërkohë, më shumë mendoni, duke u referuar ndoshta pak dhe skemës se di që e keni ndjekur përballë Polonisë, siç e cek edhe ti, pra kemi përballje të cilat datojnë ndoshta në histori, por edhe përballje të fundit që janë luajtur edhe në eliminatorët e europianit. Në çfarë skeme mendon që do mbështetet Silvino përballë Polonisë? Do na duhet të mbrohemi apo ndoshta do duhet të sulmojmë, duke qenë se është një ndeshje patjetër historike dhe pse jo të mos humbasim asgjë? Kjo është nga ato ndeshje ku mbi të gjitha elementin më i rëndësishëm mendoj është eksperienca. Për të qenë dhe realist, në krahasim me Poloninë, natyrisht jemi pak nuk mund të them disavantazh, por kemi përballë një kundërshtar që i ka prekur shpesh këto lloj nivelesh. Por gjithsesi duhet të kuptojmë që janë vetëm 90 minuta, ne nuk kemi asgjë për të humbur, jemi një kombëtare gjithnjë në rritje. Kemi një grup futbollistësh që luajnë kampionatet më të mira të Europës dhe nuk ka asgjë për të trembur. Polonia nuk është më si disa vite më parë që mund të trembte edhe ndoshta me Lewandowski në formë mund të vinë në vështirësi çdo kombëtar. Unë mendoj që i kemi të gjitha shanset për të bërë mirë në këtë ndeshje, jo të luajmë të trembur në aspektin duke u mbyllur në mbrojtje, por i kemi cilësitë për të bërë mirë. Ajo që mund të them për bërë mirë është dhe qoftë edhe një barazim për ta shtuar në shtesë. Pastaj një fitore brenda 90 minuta do ishte një mrekulli. Patjetër që po. Por unë mendoj që presioni në këtë ndeshje më shumë është te Polonia, është luan në shtëpinë e vet dhe natyrisht që e ka më shumë se ne presion.
Mirë, unë prap kam disa pyetje sa i përket formacionit, e di që është totalisht përgjegjësia e trajnerit dhe ne pak ndoshta na duhet spekulojmë, por flasim për një emër si Ernest Muçi, Jorgis, që besoj edhe ju jeni ndjekur shumë mirë po bën në ekipin e tij në Turqi dhe një emër që pritet me kuriozitet në fakt nga të gjithë ne që e ndjekim sportin, nëse do të ftohet apo jo. Personalisht si e gjykon? Tani Muçi është fakt që prej 2-3 muajsh është nga lojtarë shqiptarë më në formë në kampionatet evropiane, luan në një ligë si Turqia, që jo më lart se dje përfaqësoi me Galatasaray në ndeshjen kundër Liverpoolit në 1/8 e Champions League-s, luan një ekip që është ndër 4 më të mirë në Turqi si Trabzonspori dhe natyrisht është luks të diskutosh për ftesën e Muçit në kombëtarin të moment. Nuk mendoj se Shqipëria ka luksin të lejë lojtar me atë lloj fantazie, me atë lloj klasi si Ernest Muçi. Natyrisht që ne nuk mund të hymë në skemat e trajnerit. Duhet kuptojmë që me Silvino kemi ardhur deri këtu. Duhet të respektojmë vendimet e tij, por prapë përgjegjësia bie mbi trajnerin në kuptimin në moment që ai nuk merr rezultat, normalisht do kritikohet për Muçi. Qofse do pyesësh mua apo ju, qofse duhet Muçi formacion apo jo, unë me gjithë dëshirë mund ta them, po nuk jam unë trajneri, kështu që ai mund të grumbullohet në këtë ndeshje me Poloninë, por mirë, grumbullimin minimalisht e presim apo jo, nuk është se nuk diskutohet. Nuk diskutohet, unë mendoj që e ka marrë ftesën, por gjithsesi nëse luan apo jo me Poloninë është çështje tjetër. Është komplet një histori tjetër nga ajo që nga pritshmëritë. Po, ndoshta edhe me dëmtimin e Dakut dhe Manajt mund të ketë edhe ndoshta edhe më shumë hapësirë apo jo? Edhe nevojë. Sigurisht, por Muçi është një profil tjetër lojtari, nuk mund të themi që është sulmues, është qendër sulmues tipik. Është një sulmues që ka qejf të luajë me topin, më shumë është nga krah, mund të përshtatet edhe pas sulmuesit, por në kushtet që jemi nuk mund të diskutohet fare grumbullimi i Muçit. Kjo është ajo që mund të them. Okej, minimale. Po nga Broja dhe Hasani çfarë presim në repartin e sulmit? Besoni që do të jenë titullar Hasani, në fakt u bë goxha kohë që nuk e shohim me kombëtaren. Tani, në qoftë se i referohemi ndeshjeve të fundit, Silvino me Brojën më shumë është përshtatur si sulmues i djathtë. Në këtë mënyrë, në thonë se është djegur dhe Hasani. Hasani vjen pas një kampionati relativisht të mirë në Iran, nuk mund të themi që ka bërë keq, ka bërë goxha mirë, ka bërë atë detyrën e vet me gola, por fakti është që është një lojtar që nuk ka dalë nga planet e Silvinos. Thjesht statistikat e muajve të fundit kanë treguar që nuk ka luajtur pak ose as pak me kombëtare. Nga një lojtar që na ka çuar në Europian, është kthyer një lojtar që thjesht grumbullohet. Por gjithsesi, thënë çështje që trajneri do t'i zgjidhë kur t'i shikoj në terren lojtar. Nuk mund të flasim në këtë moment që edhe Hasani vetë nuk di ku është në kuptimin që në Iran është bllokuar çdo gjë, aktualisht po se lidhet me Partizanin, kështu që është diçka që do shikohet në dinamik. Ne nuk mund të paragjykojmë, po as mund të japim një parashikim të saktë. Mehmeti mund të ftohet? Po ashtu një emër goxha i lakuar. Po patjetër. Edhe ai ashtu siç folën për Muçin, do të themi edhe për Anis Mehmeti. Vjen nga disa muaj të shkëlqyer në Angli. Është një nga ata lojtarë shqiptar që ka bërë shumë mirë. Po, te Ipswich. Ka bërë një transferim te Ipswich që e meritoi fal golave që bëri më parë në sezonin e kaluar. Kështu që janë gjëra që sado që diskutojmë ne, i takojmë trajnerit dhe ndoshta edhe fiksimeve të mund ta them. Okej, patjetër që strategjia i përket vetëm trajnerit. Ndërkohë mes fusha po ashtu që do të jetë shumë e rëndësishme, e kemi parë shumë solide në vazhdimsi si mes fushën si mbrojtjen me pak ndryshime. Këtë herë si besoni, Bajrami dhe Aslani pak minuta kanë marrë. Aslani u transferua së fundmi, kështu që po, Aslani për një zgjidhje më shumë për karrierën e vet në aspektin e aktivizimit, duke qenë se Torino doli jashtë planeve, te Beşiktashi sigurisht e thamë më parë kampionatit turk, është kampionati fort. Ndërsa Bajrami ka një situatë specifike që aktualisht te Rangers ka qenë me oscilacione, më shumë nuk ka luajtur se sa ka luajtur, pavarësisht se është bërë protagonist javën e fundit, por duhet kuptojmë që shpesh Silvino, me ato që na ka treguar në të kaluarën, pavarësisht se Bajrami mund mos ketë luajtur në Skotësi, prapë ai ka qenë ndër titullarët. Dhe mendoj që në qoftë se flasim për mes fushën, kemi luksin që kemi lojtarë si Aslani, si Laçi, si Ramadani, si Sheu që luan Poloni që ka bërë shumë mirë. Domethënë mendoj që jemi në një repart që zgjedhjet janë goxha
ka goxha alternativa dhe trajneri në fund do vendosi për treshin ose varet nga specifika e skemës që mund të zgjedhë. Nëse luaj me 3 mesfushor pastaj, po kam përshtypjen që me 3 mesfushor do luaj sepse luajmë mbi të gjitha në Poloni dhe duhet jemi më të kujdesshëm. Duhet jemi patjetër që po. Ndërkohë, lojtarët 12 jemi shpeshherë që janë tifozët, 5% e stadiumit të ekipit kundërshtar do i dedikohet tifozëve kuqezi, teksa nga fillimi i kësaj jave kanë pasur mundësinë të gjithë që edhe të aplikojnë, përzgjedhja do bëhet përmes shortit, siç jemi njoftuar sa mbështetje dhe sa zemër mund të japë prezenca e vogël, por që pse jo, ta ndihmoj ekipin kombëtar. Po, kjo ishte edhe kapriço e shortit, nuk është faji jonë domethënë që luhet Poloni, kur hodh shortin në UEFA ai që zgjodhi Goglën na ran në transfer, duhet jemi detyruar për ta ashtu këtë, po gjithsesi unë mendoj që edhe në Zelandë re të luaj tifozët shqiptar do ishin aty, jam i bindur. Edhe këtë herë domethënë në informacionin që kam bëhet fjalë për rreth 1600 bileta që federata do i fusin në treg. Gjithsesi jam i bindur që edhe në atë sektorët ku janë tifoz polak do ketë shqiptar, ka shumë emigrant, jo thjesht në Poloni, por edhe në vendet përreth që do bëj gjithçka për ta bler atë bilet, jetë edhe të kushtojë sa më shtrendjet e mundur për të qenë aty. Kështu që nuk mendoj që do na mungojë mbështetja e tifozëve. Ata do jenë aty për të mbështetur siç ka mbështetur gjithçka kombëtar. Dhe patjetër që prezenca e tifozëve të ekipit kundërshtar nuk duhet që ti shqetësoj, do të jenë sa më të qetë, besoj dhe kjo është ajo çfarë thuhet shpeshherë, të qenë të mirë psikologjikisht, të qetë dhe të vendosur për dhënë më të mirën, por edhe harmonik me njëri tjetrin, apo jo, mos ketë stil individualist. Do të jetë ky ndoshta për ta mbyllur me kombëtarin, se kam disa pyetje edhe për kampionatin, ky Chelsea suksesit të një skuadre që siç e cilësove, eksperienca ka shumë rëndësi, por edhe në atë ditë duhet jenë bashkë me njëri tjetrin, pse jo, mund të shkojmë në fazën tjetër të finales. Të kuptoj. Ne shkuam me merit deri këtu dhe natyrisht këto janë ndeshje që kanë atë specifikën e veçantë, do janë ndeshje teke, janë 90 minutë dhe duhet një menaxhim perfekt. Ku një rol të rëndësishëm luan stafi teknik me në krye trajnerit. Tani se sa i zoti do jetë ai të marrë maksimumin lojtarëve që kanë dispozicion këtë herë për ato 90 minuta, kjo ngelet për të parë. Por unë jam i bindur që ai koha ka treguar që ai është një detajist shumë i madh, përtej polemikave, kritikave që mund të ketë pasur ndaj tij për shumë zgjedhje që kanë bërë në kohë, por rezultatet i kanë dhënë të drejtë dhe ne në këtë moment nuk mund të themi asgjë tjetër veçse i urojmë sukses sepse në fund të fundit me zgjedhjet e atij kemi arritur deri këtu dhe një merit shumë të madh ka ai në këtë aspekt. Ai ka zgjedhur këta lojtarë dhe këta lojtarë do ta nderojnë ose do e zhgënjejnë për të realizuar atë ëndrrën që ne kemi gjithë historinë. Po edhe këtu rrugtimi absolutisht që ka qenë shumë pozitiv për kombëtare, ne shpresojmë që të shkojë edhe më mirë dhe pse jo të prekim edhe botrorin, do jemi këtu për ta mbështetur. Ndërkohë, disa pyetje sa i përket kampionatit. Patjetër me Egnatian ka qenë lajmi kësaj jave, dënimi që mori nga Komisioni i Disiplinës ekipi për shkak të vendimit të trajnerit, në fakt, që vendosi ta largojë ekipin nga fusha 6 muaj dënim për të. I pazakonta apo jo, për ti që i ke ndjekur lajmet vazhdimisht. Po, është natyrisht një nga vendimet më të rralla. Paktën sa unë kam gati 20 vjet që merrem me këtë punë, po të paktën dekadat e fundit nuk kemi hasur, ka pas dënime edhe për jetë trajnerësh. Jemi korrekt, por të dënohet i gjithë stafi, të dënohet stafi mjekësor. Edhe ata që merren me bazë materiale nuk na ka bërë vakime, thënë drejtën. Është e pazakont. Natyrisht në situatën ku jemi këtë edicion, pak këtë sezon superiore, kjo u bë pak si mot, kjo pjesa e tërheqjes së ekipit. Tani nuk jemi në kushtet që ne ose ta gjykojmë ose para gjykojmë të vendim. Ndoshta mund të ishin edhe sinjale në fillimin e sezonit me 2-3 ekipe të tjera që e përdoren dhe kjo mund të minimizohesh, por në këtë moment disiplina duke është bazuar tek 3 nene që normalisht mund ta kishte bërë më parë, kjo ha debat. Nuk mund ta presim me thikë që pse e bëri tani dhe nuk e bëri më parë. Por gjithsesi unë në djenin time klubi Egnatias dhe vetë trajneri do apeloj mendimin dhe ndoshta mund të kemi një ulje dënimi ose në situatën që jemi mund të ndikoj. Mund të ndikoj tek gara për titull, dëmton Egnatian? Po, sigurisht që kjo e dëmton Egnatian, nuk diskutohet, po këto janë gjëra që varet si i menaxhon një klub. Mund të ndikoj edhe për mirë, po mund të ndikoj edhe për keq. Domethënë,
Në parim, sigurisht do të nikoj për keqe, do të dënuar gjithë stafi. Kapiteni, po këto janë raste që ndonjëherë të marrin dhe për mirë sepse mobilizosh dy fish. Është ajo pjesa që ngelesh me 10 lojtarë në fushë dhe nga një anë mobilizosh më shumë për të arritur atë që do. Po, pse jo, ndoshta për do më të mirën edhe në këto kushte. Si e keni parë në tërësi zhvillimin e kampionatit deri në këtë fazë, garën për titull edhe po ashtu luftën për mbjetesë. Po e them kështu për mbledhur se jemi vërtet drejt fundit. Fakti që ka garë, realisht ka garë në kuptimin që ekipet prandaj dhe ky nervozitet, ky tension, do nuk është thjesht rastësi. Fakti që final 4 do të përgjysmojnë pikët, e bën garën shumë të fortë, jo thjesht për final 4, por edhe për ekipet që diskutojnë rënien, ekipet që duan Europën. Sepse asnjë ekip në këtë moment nuk mund të lejë pika aq kollaj. Sepse di shumë mirë që në fund ato do përgjysmohen, të paktën të flas për pjesën e final forit. Edhe kjo ka bërë garën shumë më të vështirë për pjesën e mbjetesës. Dikur në fazën e 4 ka pas tolerime në pjesën e ekipeve të pamotivuara, ekipe që kishin dalë nga objektivat. Nësa në këtë moment nuk mund të themi që një ekip që ka dalë nga objektivi, janë të gjithë në lojë për diçka. Dhe kjo e bën fazën e 4 bën shumë herë më të bukur se çka kemi parë vitet e kaluara. Kjo lëvizja e FSHP-s në fillim e sezonit duke ndryshuar formulën e final forit, besoj që e gjetur. Të paktën po i merret fryti në këtë moment. Prandaj nervozizmi i shtuar nuk e pranon kush humbjen, por gjithsesi mendoj që ekipet në këtë moment, siç janë në renditje, e kanë merituar atë që kanë dhënë. Kjo mendoj se është një renditje fletë qartë renditje, pa u zgjallë. Ka qenë puna e tyre. Mirë, ndërkohë sa i përket ekipeve që rrezikojnë lufta për mbjetesë, Tirana mendoni që do shfutojë apo është seriozisht e kërcënuar? Që nga pyetja juaj, diskutimi direkt shkon te Tirana sepse është një klub i madh, klubi më i titulluar. Aty ke 4 skuadra, është Tirana, është Flamurtari, një tjetër klub i madh, është dhe Vora dhe Byli që janë si outsider, por kanë bërë shumë herë më mirë se Tirana dhe Flamurtari, të duhet ta pranojmë. Mendoj që këto 4 skuadra do shkojnë deri në fund, jam i bindur që kjo do të jetë deri në anën e fundit. Janë 4 skuadra që luajnë për 3, nga 4 skuadra vetëm njëra shpëton direkt. Kjo është ajo keqardhja e formulës që vendi 9 dhe vendi 10 bien direkt, vendi 8 luan një ndeshje shtet. Tirana e shikoi shumë të rrezikuar, por për fat të mirë të Tiranës ka një ndeshje direkte me Vorën, atje ku mendoj se mund të jetë një 60% i sezonit. Nëse fiton mund të jetë një hap të sigurt, të paktën për mos rënë direkt. Por duhet të thonë që kundërshtarët janë shumë të fortë dhe nuk do luajë me vetë si. Absolutisht, nuk është në pozita as pak të lehta dhe s'do ishte mirë as për kampionatin në tërësi rënja e Tiranës, por futbolli duron të gjitha. Jogis, jemi në fund, faleminderit shumë për kohën tënde, ishte kënaqësi. Faleminderit juve, kënaqësi.